Flasim për zhvillimin kryesor të listës konstituimin e kuvendit, i cili pas 8 muajsh mbajtjes së zgjedhjeve sot është konstituar me votimin e nënkryetarit të komunitetit serb. Është profesori Bujar Dugolli me ne në studio për diskutuar për procesin e votimit të sotëm dhe më pas edhe për mënyrën se si mund kemi një qeveri të re apo më shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Atëherë profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit. Faleminderit shumë. Profesor, si keni parë sot konstituimin e kuvendit? A është bërë bazuar në gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe a ka më çështje për interpretim për mënyrën se si u shkoi sot procesi i votimit? Po, ne patëm një akt vendim të gjykatës kushtetuese që unë kam vlerësuar edhe në një shkrim të mëhershëm edhe në një paraqitje në një televizion tjetër, që ka qenë një vendim i drejtë, shumë profesional, i balancuar në aspektet edhe politike, për faktin se ata kanë sqaruar në aspektin profesional edhe ato keq interpretime që shpesh jipeshin edhe nga parti politike, po edhe nga eksponent në petkun e profesionistëve drejtësisë jepnin interpretime që binin ndesh me kushtetutën, duke u thirrë edhe në një rregullore të kuvendit ose në një procedurë të votimit në pako, e cila nuk ishte, si të them, kushtetuese, po ishte një normë që ishte ndërtuar në kuvend si aspekti rregullores dhe krijuan huti dhe probleme që na i humbi disa kohë mos konstituimi i kuvendit. Prandaj ndonë se gjykata kushtetuese në këto vendime ka pas, si të them, një distancë kohore bukur të gjatë, megjithatë vendimi i fundit, që ishte gjyqtari raportues zotri Enver Peci, unë mendoj që ka sqaruar shumë çka edhe e ka, si të them, e ka kodifikuar një procedurë e cila pa të drejt dëshiron të jepte monopol një partije politike, në rastin konkret lista sërbe, sepse mund të ketë në një legislatura të ardhshme edhe konfiguracion të ndryshëm partijak të pakicat, por ajo që ishte e rëndësishme dhe u sqarua që i jepet të drejta e propozimit, por nuk e ka monopolin, sepse ai propozim duhet i fitojë 61 vota në kuvendin e Kosovës, që nënkupton që duhet votojnë deputet të shumicës për një gjë të tillë, dhe nëse nuk i merr, atëherë duhet cilët i merr nga komuniteti serb. Ajo që është më rëndësi, u bë ditur që nuk mund të ketë përfundim se të konstituimit seancës deri të zgjidhen të gjithë nënkryetarët, duke përfshirë nga komuniteti serb, dhe sot kuvendi i Kosovës ka votuar, domethënë në përputhje me atë që është nxjerrë si akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe këtu mendoj duhet përshëndetet qëndrimi i Ligjit Demokratike të Kosovës, e cila e ka lexuar drejt dhe ka bërë një veprim konsideroj shumë të rëndësishëm për konstituimin e kuvendit, si hap për të tutje në konstituimin edhe të qeverisë dhe institucione tjera. Prandaj ajo që ishte vendimi i gjykatës kushtetuese në rastin konkret sot në seancë kuvendit u kuptua vetëm nga Liga Demokratike, por jo nga partitë e tjera, për faktin se ata nuk votuan, domethënë për një përfaqësues të komunitetit serb, do thotë mund të kishin votuar edhe për ndonjë përfaqësues të listës serbe ose për zotin Rashić, do thotë s'ka pas alternativë tjetër. Prandaj alternativa që të zgjidhet një serb nënkryetari i kuvendit Kosovës, në rastin konkret zoti Rashić, është në përputhje të plotë me atë që e thot kushtetuta, që duhet zgjedhur një nënkryetar që përfaqëson komunitetin serb. A paraqet problematik çështja që emri Rashićit nuk erdhi si propozim i shumicës i listës serbe si parti shumicë brenda kuvendit ajo tani? Ajo do të thotë lista serbe nuk e propozoi, do thotë i propozoi të gjithë antarët e vetë, por nuk e propozoi. Ky është një parti tjetër politike, nuk është listës serbe, dhe prandaj pasi që është vetëm një deputet, do thotë në rastin konkret zotëri Basha, kryetari i kuvendit, e ka paraqitur në procedurë të votimit, dhe unë mendoj që është në përputhje me atë, sepse kryetari i kuvendit mund ta bëjë një gjë të tillë, dhe seanca është ajo që vendos. Prandaj kuvendi s'ka pasur tjetër alternativë për ta konstituuar vetveten, në rastin konkret për ta përmbyll zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb përveç zotit Rashić. Dhe në çfarëdo forme tjetër do të ishte zgjatje një agonie të re, e cila
do të vazhdonte me këtë ping-pongun ku vend gjykatë kushtetuese, por nuk jep tjetër zgjidhje për faktin se votat prej 61 që t'i fitoj një përfaqësues i komunitetit serb, do thotë duhet votojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët kanë votu për Ashis, po s'kanë votu për përfaqësues të listës serbe, si rezultat që kjo parti, do thotë me veprimet e veta, destruktive, minuse ndaj shtetit dhe ndaj Republikës të Kosovës, ka zgjedhur një rrugë të gabuar të përfaqësimit interesave të komunitetit serb dhe fati i mirë është që serbët nuk janë përcaktuar me vetëm një parti, siç është ajo lista serbe lojale ekstreme e Vučićit, dhe penguese e demokracisë dhe përfaqësimit serbëve në institucionet, por ka edhe parti tjera dhe unë mendoj që ky është një mesazh që jepet edhe serbëve të Kosovës që të mos shkojnë sy mbyllur azi pas një partie e cila nuk dëshiron të jetë konstruktive në vendin ku jeton dhe të përfaqësohet drejt interesat e komunitetit në institucionet e Republikës, shtetit, qoftë qendrore, qoftë lokale. Prandaj është një mesazh mendoj që i dërgohet këtij subjekti edhe në prag të zgjedhjeve lokale, që të ketë zgjedhje demokratike, përfaqësimi i interesave tyre nuk është dhe nuk mund të jetë i duhur i mirë në rast se njiket një rrugë e tillë siç është duke bërë lista serbe dhe i çon në një konfrontim me institucionet e Kosovës, prandaj mendoj që nuk është interesi i tyre dhe demokracia edhe vetë të serbët e Kosovës duhet të jetë e tillë që të ketë mundësi të përfaqësimi sa më plural, sa më demokratik dhe jo të koncentrohet vota ashtu që ka ndodhur deri më tash. Ndërkohë, si ke parë përmendë pak LDK-n që ka ndryshuar qëndrim, apo jep tash LDK-ja edhe sinjale edhe se mund të jetë një koalicion i mundshëm në formimin e qeverisë së re dhe tani qëndrimet e partive tjera për ta psenuar dhe ndarja këtyre serbëve të mirë dhe jo të mirë në Kosovë, ashtu siç e konsideroi krei PDK. Si duhet shihen këto qëndrime? Po tash ky pozicioni deri tani shumë në këto ngërçe mendoj që ka qenë i damshëm për interesat të shtetit dhe këtyre veprimeve të jo të duhura i kanë kontribuar të gjithë, do thotë gjitha partitë politike që janë në parlament, kush më shumë e kush më pak, por unë mendoj që në moment kur e shohin që nuk është në rregull dhe duhet vazhdojnë, duhet mirëpritet nga ne si qytetar, çfarë do veprimi që është në drejtim të asaj që është konstituimi institucioneve të Kosovës dhe mendoj që tani kem diellën edhe ditën e zgjedhjeve lokale dhe pas përfundimit të në zgjedhje mund të sqarohet edhe më shumë, si të them, ky proces se a dëshirojnë të ndërtojnë një qeveri apo dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Dhe unë mendoj që qytetarët që do të votojnë ditën e diell mund të kontribuojnë ndoshta edhe procesit që institucionet qendrore të konstituohen për faktin se shumë presin edhe koalicionet eventuale thotë këta po llogarisin që nëse bëjmë me këtë mund t'i humbi këta dhe në një farë mënyre është një kalkulim i interesave ngushta partijake elektorale dhe nuk e kanë vendosur që thëmë interesin nacional për veti, po interesin e votave. Dhe mendoj që masi të kryen këto zgjedhje, ky interesi i kalkulimit elektoral do të përfundohet dhe do t'i kthehen interesit shtetit dhe mbase aty mund të ketë reflektim që të bëhet një koalicion ndoshta më stabil me i gjerë ose të pajtohen të shpërbëjnë vetveten, domethënë ta shpërbëjnë kuvendin dhe vendi të shkon në zgjedhjet parakohshme. Por mendimi im është që ne duhet të gjendet një rrugë mesit, mes asaj që nëse dështon formimin një koalicioni që garanton shumicën e nevojshme për ndërtimin e qeverisë, atëherë të shkohet, do thot, me një qeveri të pakicës me kushte që ajo ta dërgoj ligjin e buxhetit në parlament, që ai të miratohet para festa fund vitit. Pra në interes vendit konsiderojnë që më shumë do të ishte një formim i qeverisë edhe një qeveri të pakicës ëndër se s'hihet në koalicion, do të ishte një interes gjenden 2 apo 3 deputet që nevojiten për ta bënë një qeveri të pakicës me kushtin që
vendi do thotë duhet të shkojë në zgjedhje në pranverë, por me kushtin që të kalojë ligji i buxhetit, edhe të kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare që Kosova ka interes shumë të madh, sidomos marrëveshjet me BE-n që presin fondet të alokohen, dhe unë mendoj që ky është interesi nacional, në rast se s'ka një marrëveshje për një koalicion të qëndrueshëm që garanton stabilitet institucional, siç do të mund të ishte LDK, VV-LDK, ose VV-AK nisma, sepse u tha që përjashtohet... Vetëm lista serbe dhe PDK-ja, që po tregon që do të thotë se është e hapur edhe për një koalicion me AK-n, apo jo? Po, unë tash, ndigjo, këto janë deklarata që duhet lexohen edhe unë i kam thënë qëndrimet që nuk do duhet përjashtohet asnjë subjekt. Në përjashtim që VV-ja ka për shembull qëndrim ndaj listës sërbe, por nëse gjën kompromis ose ide të bashkëpunimit për agjencë qeveritare, për marrëveshje ndërkombëtare, të gjitha nuk duhet përjashtohet, por janë qëndrimet e tyre. Tash, ata kanë ofruar LDK-s, LDK-ja deri tash ka refuzuar, të shohim a refuzon edhe pas zgjedhjeve. Po zdrojnë që mund ndryshoj diçka pas zgjedhjeve pasaj? Po, në mendoj që duhet të ndryshoj, qoftë për një koalicion të stabil, qoftë për një qeverit pakicës për t'i kalu këto marrëveshje, në rast se sot është thirrë në interes të shtetit, që mirë ka bërë, dhe unë mendoj që është veprimi mirë që e kanë bërë, atëherë interesi i shtetit është që shteti ta ketë buxhetin para festa fund vitit, sepse viti fiskal do të fillojë edhe vendi futet në krizë fiskale, ekonomike fiskale, dhe marrëveshjet e BE-s, marrëveshjet ndërkombëtare po ashtu janë interes shtetit. Dhe tash LDK nëse dëshiron interesin e shtetit mi dha prioritet, atëherë mund votoj edhe një qeveri të pakicës, praktën disa deputet. Tash, s'po thamë veç LDK-s, mund t'jenë ata të AK-s, e nismës, mund t'jenë edhe të PDK-s. Por, unë mendoj që ky është interesi dhe rruga e mesit, ajo më e mira që do duhet ishte, mbasi s'ka koalicione ose refuzojnë, atëherë tjetë një qeveri e pakicës me një afat shumë të shkurtër sa i kryen këto detyra dhe të shpërben kuvendi vetveten edhe të shkojnë zgjedhje parakohshme para se t'i ska dënë edhe presidentes mandati që të ketë mundësi mandej. Megjithatë, profesor, nga sot nis rrjedhja e afatit për çështjen e mandatarit, 15 ditë apo jo? Dhe nuk duket që vendosja e ka numrat bazuar në deklaratat e tyre apo çfarë për formimin e qeverisë? Tash, digjo, këto, ajo normal që është evidencët që nuk i ka numrat për t'i formuar, sepse tash VV do të duhej nisma dhe gjitha komunitetet jo sërbet votonin për ta bërë atë minimumin e nevojshëm, dhe tash bisedat me deputet individual, ndonë se janë të mundshme nëse deputet individual dëshirojnë që të farfazën e emergjente ta kalojnë. Megjithatë, unë mendoj që duhet ketë një marrëveshje të koalicionit, qoftë me LDK-n, qoftë me AK-nismën, në rast se po përjashtohen dy subjekte nga vetëvendosja, që të pajtohen për këtë afat shkurtërin edhe t'i kalojnë këto që thash, dhe mandej të vendit shkon zgjedhje. Për ndryshe nëse këta s'bëjnë qeveri. Megjithatë, a konsideron profesor që është një afat shumë i shkurtër, nëse për kaq shumë muaj nuk kanë arritur të merren vesh për një qeveri as për numrat e nismës, për ata deputet që i kanë, a është kohë e shkurtër tani për të arritur një marrëveshje apo mund ndryshojnë qëndrimet? Tash vetëm me nismën nuk mjafton, sepse vetëm me kanë disa vota të komuniteteve tani apo jo? Po, tash mungojnë për shembull vota tani përfaqësuesës bosnjake dhe nuk mjafton. Tash kjo situatë që është situatë shumë si të thëmë, pa përshtatshme dhe për partinë fituese relative, e cila nuk arrin do t'i bëj votat e nevojshme, po është problematike edhe për këto partitë që janë tjera, sepse këto kanë mosmarrëveshje të mëdha dhe këto zgarantojnë që mund ta kenë. Prandaj tash duhet shiqohet këtu një interes tjetër, edhe ky interesi nacional thash është që duhet të i kalohet qoftë edhe për disa muaj për të ardhur të zgjedhjet e parakohshme. Në rast se ne s'kemi zgjedhjet një qeverie, qoftë edhe me një mandat shumë të shkurt, atëherë buxheti nuk do të arrijë të miratohet, edhe vendi pas shkurtit mund të futet në krizë se nuk ka
ligjërisht nuk mund të ekzekutohen asnjë pagesë, mos flasim për fonde të BE-s e probleme tjera që na shfaqen. Prandaj nuk ka mendoj tjetër zgjidhje përveç se ta bëjnë një qeveri të pakicës, të bëjnë marrëveshje koalicioni, po nëse refuzohet marrëveshja koalicioni, qeveria e pakicës për një afat shkurt. Edhe e treta që është... Me 60 numra konsideroni, apo se? Po, e treta që është mendoj që ma shumë e dëmshme, që do të ishte me njëherë me shpërbë parlamenti vetën për me arrit minzon disa afate, po ne e dim procesi. Sot do që tjetë parakoshme, i merë 25 ditë, mandej dhej po shpallën rezultatet, dhej po certifikohen, dhej po konstituohet, do të thotë neve prapë do të futemi një krizë, dhe unë mendoj që s'ka tjetër zgjidhje përveç një koalicion stabil, ose një qeveri e pakicës për t'i kaluar këto dhe për mos ta fut vendin në krizë. Tash, nëse subjektet të djeshme opozitare gjejnë gjuhë të përbashkët, për të marrë vesh se ata mund t'i fitojnë, t'i kanë për shembull 51 deputet, dhe më thonë jashtë vetëvendosjes, dhe 52 apo 51. Dhe tash me pagicat tjera mund t'a bëjnë edhe ata qeverinë. Dhe në rast se mandatari Kurti nuk arrin t'a bëj, do të thotë dhe nuk... Flasim fillimisht për procedura. Cila është procedura? Tani fillimisht duhet shkoj, presidentja duhet ta thras Kurti në këtë rast si personi cili ka numrin më të madh të deputetëve dhe është partia fituese. Këtë zgjedhje për ta ofruar, apo jo? Pastaj cila është procedura tjetër? Ajo tash mund ta mandatoj, domethënë nga dita e sodit mund ta mandatoj në cilën do ditë në vazhdim, do të thotë një aspekt procedural, mund t'i dërgohet me shkres, ose edhe pa ju dërgu, sepse ajo e di rezultatin dhe e din që Këshilli i Përgjithshëm i VV se ka nominuar atë dhe këto janë fakte të njohura, dhe t'i jap mandatin dhe 15 ditë që të kaloj. Mas 15 ditë do del ai kabinet që propozohet në votim, nëse i fiton, kalon në jetë tutje, nëse si fiton, e humb të drejtën. Tash, radha dytë prapi takon partisë fituese që a ndron kandidat. Dhe rasti kur VV-ja ka nominuar Kurtin, do thotë nuk ma merr mendja që do të nominoj një emër tjetër, prandaj VV-ja konsideron që tërhiqet nga nominimi, siç ka ndodhur rasti kur ishte nominuar zoti Hoti nga ish presidenti Thaçi për faktin se edhe ajo procedura atëherë është ndjek pas shkarkimit qeverisë ku ishte Kurti kryeministër. Thaçi kishte thirrur disa herë lëvizjen vetëvendosje për të nominuar emër. Lëvizja vetëvendosje kishte refuzuar, në një farë mënyrë kishte kërkuar që të shpërbëhej parlamenti. Derisa parti tjera nuk kërkonin shpërbërjen e parlamentit dhe ajo kohë që nuk u përgjigj lëvizja vetëvendosje, ai e shfrytëzoi rastin për ta nominuar këta që deklaruan që mund t'i bëjnë dhe e dini si zoti Hoti u zgjodh. Dhe në këtë procedurë, gjykata ka vërtetuar atë element që në rast se partia fituese nuk nominon, nënkupton që ka hequr dorë dhe mund t'i jepet atij që i bën. Dhe ky element mund të shfrytëzohet që në rast se partitë e djeshme opozitare mund ta krijojnë shumicën, atëherë do të ketë një deklarim nga ana e tyre, profesor, që janë të gatshme apo jo, sepse ne nuk po shohim që janë të gatshme për ata deklarim qoftë në një koalicion, një marrëveshje të koalicionit që do të pajtoheshin kush do të ishte kryeministër dhe si do t'i ndanin ato, edhe do të duhej paraprakisht tipen shenja që këto parti janë bashkuar dhe po dojnë me pas një qeveri. Ose kur t'i thret, kur të vjen koha mi thirr partit presidentja me thonë apo doni me shku në zgjedhje, apo doni me vazhdu, mi dhon mandati atij që mund t'i bëj, atëherë aty të deklarohen. Por mendoj që kjo është procedura dhe tash gjykata kushtetuese me atë vendimin atëherë ka sankcionuar atë procedurë si ashtu shkon, po herën e parë i jepet, po edhe hera e dytë i jepet që mos ndrohet një kandidat, sepse ai partia fituese mund të bëj koalicion mandej, për atë arsye i jepet shansi që ai mund të bëj koalicion edhe për ta ndrruar kandidatin. Në këtë aspekt kërkohet ashtu, po nëse partia fituese refuzon herën e dytë çon emër, atëherë i jep partisë dytë apo të treta kushdo që
garanton që e ka atë mundësi. Por kjo do t'jetë prapë, si të thëmë, një kohë e cila do t'jetë shumë e dëmshme sa do që të vonohet. Prandaj veprimi sot ka qenë shumë i mirë që është vepru, ju në shterë krejt procedurat e votimit për 9 përfaqësues sërbë që ishin të listës sërbe dhe i 10 ka ndezë, si thëmi, i 10 ka arrit të fitoj votat dhe mendoj që kjo procedurë është e përmbyllur. Kush do që thot ndryshe, për mendimin tim, është vetëm kontribus i asaj gjendjes agonis dhe përplasjes edhe mos konstituimit të institucione. Kush do që thot ndryshe, sepse është thënë qartë, nuk ka monopol pse është parti fituese. Ka drejt propozoj, ju ka dhënë drejta propozimit, sipas procedurës, dhe të gjithë kandidatët që janë propozu është shterë mundësia si kanë fitu votat. Dhe profesora, ka qenë e qartë deri më tani që në këtë mënyrë mund të votohet një nënkryetari i komunitetit serb, apo është dashur patjetër në gjykimin e gjykatës kushtetuese që ta bëjë të qartë situatën? Unë mendoj që krejt mjegullën e ka shkaktuar ndryshimi rregullorës, ku është tentu të tërhiqet paralelja me partinë fituese shqiptare, me partinë fituese sërbë komunitete. Mos harrojmë që ato janë vendet rezervuara, në një farë mënyrë në gjuhën popullore të falura, të dhuruara, dhe nuk janë procedurë komplet të tillë si shumica shqiptare. Prandaj ai proces paraqitet në kushtetues që i takon komunitetit sërb, por nuk mund të tërheq paralele të tilla, se mund të kesh për shembull 3-3-3 edhe 1, dhe më thonë ti kesh 9, dhe asnjëri mos bin dakord kënd ta nominojnë, dhe kush është atëherë, cila është partia para aty. Prandaj grupimet masandej janë çështje tjera, po aty e ka sqaruar, unë mendoj, me këtë akt vendim, gjykata kushtetuese që duhet jetë sërb, nuk mund të konstituohet pa qenë edhe ai i zgjedhur, po monopol nuk ka asnjë parti, se të ka drejt me propozu e para, nuk do të thotë që ai zgjidhet, dhe e ka hiq dilemen e, si të them aty në procedurave që i ndjek votimin pako, ka thënë që edhe votohet, nëse s'ka konsenzus, votohet një nga një, dhe unë mendoj ka... Çështja pakos është ndryshim i praktikës, megjithatë, është ndryshim prej atyre gjykimeve të tjera. Po, ndryshim i praktikës është, por kjo praktikë është ndryshu për shkakun se një parti si Lista Sërbe do thot ka acaru pozicionin shumë në institucionet Kosovës edhe me partitë shqiptare, edhe në një farë mënyrë i ka kontribu kësaj përplasje dhe humbjes të mirëbesimit që duhet i jepet diçka e tillë. Prandaj ata mendoj duhet të reflektojnë, t'ja vendosin gishtin kokës dhe të thonë që veprimet e tilla nuk mund të vazhdohen, dhe në një farë mënyrë ndjekin një politikë konstruktive, distancohen nga dhuna terrorizmi dhe elementet që kanë shkaktuar ato probleme, dhe në një farë mënyrë nëse dëshirojnë të jenë përfaqësues den komunitetit serb, të dinë që këtu është Kosovë, është Republike Kosovës, shteti Kosovës, ata mirë që kanë pranuar dhe po pranojnë me dalë me marë pjesë në zgjedhje, po duhet ta dinë ku i përkasin, cilit shteti i përkasin, dhe s'mund të luajnë ashtu këso forma, dhe për këtë arsye unë mendoj që ky mirëbesim mund të ndërtohet me punë, nga se shumica shqiptare ka humbë, si të thëmë atë mirëbesimin, ose ka humbë besimin të ta që janë konstruktiv, ata mund të rikthejnë ato, sepse mund të shohin që politikat e tyre janë të gabuara dhe t'i kthehen mundësisë të bashkëpunimit. Zgjedhjet lokale është një test që ata ju deklaru që do të marrin pjesë, do t'i kthehen bashkëpunimit, dhe unë mendoj ky test kalohet diellën sa më mirë, pa probleme, pa incidente. Edhe nëse janë të pakënaqur me zotin Rashić, ata mund ta dërgojnë gjykatën kushtetuese prap lëndën për të ndjek pretendimet e tyre. Por nga a ka më çështje këtu për gjykatën kushtetuese? Çdo herë sa ti dërgohen, gjykata do t'i pranon ato, po unë mendoj nga ajo që është dhënë nuk mund të bjen kundërshtim me vendimin që e ka dhënë dhe nuk ka mundësi të kontestohet në diçka e tillë, sepse aty short s'ka pas mundësi më të hidhet short ku të gjitha tjertë jënë konsumu nga 3 herë dhe ajo nuk kima ku të qetë short me cilin kandidat. Në më të vendoset Rashićin short me kënd, sepse ata u dëgjën 3 herë ka thënë gjykata kushtetuese, 3 herë
kanë dalë nga 3 herë dhe janë refuzu. E tash i vetmi që s'është refuzu nga shumica shqiptare, edhe nga ka qenë ky, edhe ky e ka fitu dhe unë shoh kur farë problemi, absolutisht, kur farë problemi, edhe nuk duhet i kontribuohet ma, si të them, as me debate koti, sepse është një vendim i shumë i qartë, edhe ku vendi sot ka vendosur shumë qartë, shumë drejt, ajo është nënkryetari i zgjedhur, me shumicë nevojshme, edhe pala e pakënaqur mund t'i drejtohet prapë gjykatës kushtetuese, po kjo nuk e bën të mos konstituar kuvendin. Edhe kuvendi do të vazhdoj, nominimi për kryeministër do të jetë tutje edhe të provohet me bën qeverinë sa më shpejt. Po, dhe profesor, 3 gjykime gjykatës kushtetuese për këtë kuvend, për këtë legislaturë. Tani, a janë të mjaftueshme këto, sidomos kur e shohim që këto gjykime nuk e parashojnë pasojën, që në të ardhmen mos kemi më blogata të tilla të legislaturave tjera? Unë po dëgjoj që shpesh po akuzohet gjykata që po krijon normë, realisht do të dojë dikush të krijon normë. Parlamenti do të dojë ta krijon këtë normë, po ata e sheh që ata s'bëhen bashkë për të zgjedhur një, mundsi që janë zgjedhur një përfaqësues, lere më të bëhen bashkë për të fituar 80 vota për të bërë ndryshim kushtetues. Domethënë s'ka këtu kush të krijon normë përveç gjykatës. Prandaj ata po ndihmojnë në këtë drejtim, normal që do të duhet ishte shumë më efikas, edhe të ishte vendimi profesional siç ishte ky i fundit, që të lej sa më pak, si të them, dilema dhe kundërshti. Megjithatë gjithë do të ketë pakënaqur pro e kontra që do të flasin, por unë mendoj që vendimi i fundit ka qenë shumë i qartë, i drejtë, friga që mund të krijohet precedent për t'ju dhënë kompetenca një subjekti politik jashtë asaj që e parasheh kushtetuta, atisari e tjera janë eliminuar me atë vendim, ndërsa po ashtu është sqaru që komunitetet, qoftë sërbë, qoftë komunitetet tjera, kanë rol në institucione dhe nuk mund të merren ato poste, ato vende për të emëruar dikën tjetër ose për t'i lënë vakant. Dhe në këtë mënyrë, për ata thash ka qenë i balansuar, sepse s'ka përfil as ato që ka thonë zoti Basha që u konstituu kuvendi, ka thonë ju nuk është konstituu sepse nuk e keni zgjedhur. Tjetër është tash me vendime kanë sqaru nëse ai refuzon, do thotë nëse ti refuzon, s'ki asnjë përfaqësues komunitetit serb, si fiton askush, ata refuzojnë me propozu, ata nuk mund të jetë peng kuvendi për një se konsiderohet që ka kryesia e kuvendit ka korrum. Dhe në këtë mënyrë unë mendoj janë sqaru shumë çështje, por disa interpretime që po i dhanë disa ekspertë të tjera, më shumë janë nga ajo që ti mbrojnë qëndrimet e mëhershme para se të vinte vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese, që kanë thënë që është në kundërshtim zgjedhja, mandej duhet gjithsesi të jetë veç listës serbe, mandej votimin pak duhet ndodhë dhe s'band ndahet, votimi e Emilia Rexhepit ishte antikushtetues, domethënë kanë thënë shumë veprime që realisht asnjë skandal të sakta, dhe tash si ekspert e vujnë nga që kjo element dhe prap dalin e kontestojnë. S'ka, për mendimin tim, nuk ka kur farë kontestimi procedurale juridik zgjedhja sotme. Dhe profesor, tani gjitha këto lëndë kushtetuese e përmendët që këta nuk mund të bëhen bashkë as për rishikim të kushtetutës, megjithatë a është koha të kemi rishikim të kushtetuesës ajo, me gjitha këto zhvillime dhe këto gjykime? Po, unë mendoj që ka shumë elemente, edhe këto që janë ba mund të sankcionohen, të futen në kushtetutë që të mos ndodhë për gjërat ngjashme, të veproj gjykata kushtetuese me vendimet ndryshme, se ka raste që kanë ndodhur në kaluarën, edhe për këtë arsye duhet të sankcionohen, të futen në kushtetutë. Mandej ka mundësi të rregullohet kjo çështje, mendoj zgjedhja për shembull e presidentit ose presidentes mund bëhet drejt për drejt nga populli, do thotë të mos kalkulohet pozita e të parit shtetit me koalicione dhe me numra të ndryshme në parlament, po shumë vende e kanë votojnë drejt për drejt qytetarët, dhe unë mendoj është një metodë mirë për t'i ikë qytyne pazarve, për të bëni institucion, si që është institucioni presidentit, që të gjithet drejt për drejt nga populli, pa i prejkë kompetencat, sepse kjo në republikë parlamentare, nuk është presidenciale, me kompetencat e ngjashme vetëm të ndryshoj votimi.
për shkak se ju e shihni se çdo herë kalkulohet, futet në matematika politike, të koalicione posti presidentit, futet posti kryetarit kuvendit, mandej nuk dihet tash edhe për qeverinë. Unë mendoj që vetëm te qeveria është e paqartë, sepse qeveria duhet ajo që e fiton, domethënë të ketë. Ndërsa te posti presidentit nuk do të duhet të ishte kështu kalkulim, se duhet ai përfaqëson të interesin e të gjithëve, ju tjetë interesin i partije, ose kryetari i kuvendit që i takon partijës fituese relative të zgjedhjeve, dhe kjo është e sankcionuar. Prandaj ndryshimet kushtetuese mund të bëhen në këtë drejtim, edhe ka aty elemente edhe tjera që mund të diskutohen, por për t'i bërë këto, e dim që duhet 2/3 shqiptare, mandej ku prek interesat e minoriteteve edhe te aty duhet qoftë pakicave jo sërbe edhe sërbe që të ketë edhe aty një pajtueshmëri. Dhe profesor, gjitha muaj krizë si duhet të shihen, si mungesë e kulturës politike dhe mungesë e kompromisit mes partive, pse pam gjithë këto polarizime, këto mosbashkëpunime mes partive politike? Ka fazë mitë që më kanë thënë qysh duke qenë pjesëmarrës aktiv për vitet 90-a në politike, institucione, si për e sheh. Unë kam thënë një diçka që shumë kush ka fillu të mendoj. Kam thënë shqyr që nuk kemi kanë vitet 99, kur kemi diskutu në proces Rambuje i Parisit, ose 2006 në proces të Vjenës për pavarësinë e Kosovës, me këto antagonizma, diferenca, probleme që i kanë shfaq klasa politike aktuale, se ne ndoshta do të ishim pa shtet për shkak se këto përçarje. Thjesht po të merret ai shembull në këto momente historike që i përmend në 99-ën, edhe 2006-2007 që ka fillu, dhe në 2008 kur është po të ishin këto përçamje, ne do të ishim ende duke u sill me faktorin ndërkombëtar, duke u shtymë me unmikun e tjera, po është gjetë një, si të them, një kompromis, një gjumë përbashkët, dhe ai idealizmi politik i njerëzve të sakrificës i ka vu interesat e shtetit përballë, do të thotë edhe i ka lënë disa interesat ngushta partijake dhe protagonizmit individual. Prandaj tham shqyr që jemi në një kohë kur jemi shtet i pavarur, i njohur nga shumica e vendeve të botës, edhe nuk jemi në ato pozicione se nuk di se si ja kishim dalë, sepse është një, si të them, papërgjegjësi totale e përgjithshme, jo e veçantë, e përgjithshme, se si sillen me shtetin dhe si e sillin problemin, mungon komunikimi, mungon besimi ndërsjellë, edhe mungon agenda qa interes shtetëror. Po sillen vetëm të interesit nëse... është fajtori kryesor tani për këtë situatë? Po të gjithë janë fajtor, kush më shumë e kush më pak. Sepse secili po e kalkulon, nëse e baj me këtë, sa vota i hupi. Dhe më thonë, ky po mendon, secili po mendon interesin e votës, nuk po mendon interesin e shtetit. Edhe kur mendohet kështu, ndodh kjo çapo ndodh. Prandaj sa do që të fillojnë, në fjalë popullore thotë këfilen, ta kuptojnë që janë duke bërë dam, janë duke damtu Republikën, janë duke damtu shtetin, këta fillojnë me reflektu. Për ndryshe, nëse të gjithë thojmë, anojmë nga njëra apo tjetra, na as si shoqëri, as si media, as si intelektual, kur gjë nuk i kontribuojmë zhvillimit. Prandaj duhet të thojmë është gabim i përgjithshëm. I atyre 120 që janë atje, që është gabim. Nuk shkon kështu, kjo është sistem proporcional. Nuk mund ta bësh vetë, du të bësh bashkëpunim, du të bësh koalicione. Ose ka ndroje sistemin, pra bëje kushtetut, ndroje sistemin, vendos sistem mazhoritar. Megjithatë, konsiderua e paf vetëvendosja për të bërë koalicione dhe për të ofruar një gjumë më pak polarizuese. Nëse vetëvendosja s'do t'i kish afru askujt bashkëpunim, do ta cilësonim që po, vetëm vetëvendosja është problemi. Por nuk është ashtu. A ishte forma e duhur ajo me cilën ju qas për shembull LDK-s? Por tash ajo është çështje diskutimi, unë mendoj që nuk ishte forma e duhur e LDK-s, sepse i ofroi koalicion. Ta mendonim tash formën për shembull, që po themi të Rambujes, kur zoti Rugova nuk kishte besim me qenë kryesuesi i delegacionit, po ju dha zoti Thaçi. Dhe tash ta mendonim që zoti Rugova ta pengonte procesin, pse si jepet besimi, po ai e bëri sepse po ishte interesi i shtetit. Edhe tash zoti Abdigjiku si thirret trashëgimia e LDK-s. Okej, trashëgimia e LDK-s ka qenë kooperimi, bashkëpunimi,
Nuk ka qenë këto përçarje, do thot, edhe në këtë element është mundësia që këta janë në një farë mënyrë, unë i shoh vetëvendosja i ka privilegju në aspekt thirrjes për me bon koalicion. I ka privilegju dhe i ka sulmu njëkohësisht, apo jo tani? Ata shtapi sulmojnë se cilin në për fushata dhe kjo është normale, por kur ty të lyp koalicion, të lyp bashkëpunim, edhe në kanale jo zyrtare, edhe me letra dhe me gjitha, unë mendoj që është një fakt, argument shumë i madh të ideja e bashkëpunimit. Ti tash jo bashkëpunim vetëm që shtet njëra palë, edhe ti mund t'i vendos kushtet tua, edhe të vendos këtu që po pa bashkëpunoj për këto interesa, po këtu janë pikat e kuqe dhe eja. Edhe në rast se do të refuzohej, atëherë do të kishëm pas mundësi ta goditnim vetëvendosin nëse kurtin, t'i themi që pse s'polshon pensë, po ta kërkojnë këtë post, ose po e kërkojnë këtë program qeveritare, banu ma tolerant. Po mos me dasht fare me diskutu, kjo është e papranueshme. Apo kupton, edhe pse unë kam thënë që nëse njëra po refuzon, ke mundësi të bashkëpunimit edhe parti tjera, tash nuk duhet na ti trajtojmë ajo gjuha e fushatës elektorale, të vazhdoj prapë edhe pas fushatës, edhe të shiqohen mënyra armiqësore, sepse ne kemi pas momente ku pa mënyra armiqësore partit, mas një kohë kanë bën koalicione bashkë edhe gjitha ato fjalë që i kanë folë kundër njëri tjetrit, mande i kanë mohu dhe na kursejnë nga që kjo, sepse ne e dim që në demokraci, në pluralizëm i kuptojmë ato gjatë fushatës, i kuptojmë gjuhën politike, po e ka në obligim me bashkëpunu për interes shtetit. Dhe krejt në fund, profesor, nëse në rast të shkojmë zgjedhjet të jashtëzakonshme, çka do të prodhonin këto zgjedhja? Unë mendoj që kjo situatë do t'jetë pak a shumë, veç do t'ja humbin buxhetit Kosovës disa milion, do t'i maltretojnë shumë qytetarë, qoftë ata nga mërgata për të ardhur votues gjitha këtu. Rezultati nuk do të ndryshoj, mund të ketë dalje më pak qytetarëve si pakënaqur, po të pakënaqurit do të jenë të gjitha partive politike, mos mendo dikush që do të jetë i pakënaqur veç te VV-ja ose te PDK-ja ose LDK, do të ketë pakënaqësi të gjithëve, se këtu është një test i të gjithëve, edhe dalje mendoj që do të ketë ma pak, përqindjet mund plus minus të ndryshojnë, por prapë s'kan qare pa bën koalicion. Kështu që ma mirë le ta bëjnë tash koalicionin, t'ja kursejnë disa milion shtetit, ta vazhdojnë agjendën shtetërore, edhe ta përmbyllin këtë, sepse edhe pas zgjedhje me njerin kanë me bën koalicion. VV, LDK, VV, PDK, ose anasjelta, do të thotë. Prandaj, le t'i kursejnë qytetarët nga ky proces, kalon dita diell, dihet kush ka fitoj komunat, edhe le t'i kthehen marrëveshjes, të bëjnë koalicionet edhe detej vendin. Unë mendoj kështu është gjëja më normale që duhet të ndodhë edhe që e presim ne si qytetar nga kjo klasë politike. Ajo gjuhë ka qenë gjatë fushatës e papranueshme, të gjithë e kemi thënë, të gjithë e kemi dënuar për secilin. Unë mendoj kanë marrë mesazh secili që s'duhet. Edhe shembull i ke gjatë kësaj fushatës për zgjedhje lokale, që ke, si thonë fjala popullore, për toke, nuk pat shcull me sharje, fyrje, po krejt kanë natyrës normale. Pra kishte një reflektim, thoni? Unë mendoj që kishte një reflektim, u morën me ato probleme që i kanë komunat. Ky reflektimi që u pa gjatë kësaj fushate, mendoj është një shembull që këta kanë gabuar, duke sulmu njëri tjetrin, jo për tradhti, jo për bashkëpunim me këtë, jo për epitetet ndryshme që i kanë dhënë. Unë mendoj ajo gjuhë e papranueshme, nuk ka kulturë politike, duhet dënohet edhe s'duhet asnjë ta favorizojmë një gjë të tillë, se ajo e ka shkaktuar që të ngërç. Dhe tash në këtë drejtim mendoj ka mundësi për t'u përmirësuar, vën nuk është as se herë, do thotë tash jemi vonu, por prapë nëse e bëjnë, prapë mund t'ju falet. Po, atëherë profesori, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës dhe krejt në fund rikthehemi